Gjithashtu në hadith tjetër është transmetuar nga Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yuda'u al-mizanu wa lahu kiffatan. Do të thonë do të vihet pesorja e cila ka dy anë. Dhe ka thënë la wudi'a fi ahadihima as-samawati wal-ardu wa man fihinna. Do të thënë nëse në njërin anë vihen qiejt dhe toka, edhe çdo gjë që kanë to, ajo do t'i kishte mbajt. Do të thënë i përmban ose ka vend për qiejt dhe tokën. Edhe çdo gjë që ka në qiej dhe në tokë, ka vend të vendoset në njërin anë të mizanit. Dhe thonë me lajket, kur e shohin këtë pesore, thonë me lajket, men yazinu hadha. Atëherë thënë pesorët, kush ka mundësi të arëndoj këta? Do të thënë ajo është që mund t'i mbaj qiejt dhe tokën. Kush ka mundësi ta pesoj, do thotë këtë pesore? Thot Allahu, men shi'tu min khalqi. Ato që unë dua prej krijesave të mia. Do të thënë kam do Allahu që t'i japë peshë dhe rëndësi. Atëherë me lajket thonë, ma abednake haqqa ibadatik. Do të thënë nuk të kemi adhuruar ashtu si meriton ti, o Zoti i Madhërisëm.